Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Historia e përdorimit të substancave psikoaktive apo drogave daton më shumë se 2000 vjet më parë, duke filluar që nga format e para primitive të organizimeve sociale të individëve në grupa apo komunitete. Prezenca e drogave ka qenë pjesë e përditshmërisë së tyre. Njeriu si qenie njerëzore me dëshira të pashmangshme për të përjetuar emocione të forta dhe përjetime perceptive, të cilat shkojnë përtej mundësive normale dhe aftësive vetjake, ka bërë që individët të zhvillojnë një marrëdhënie të qëndrueshme me drogat përtej kohës, hapësirës dhe kontestit kulturor apo social. Përdorimi i substancave narkotike në Kosovë është në një trend rritje, thot drejtori ekzekutiv i Qendrës për Këshillim të Varësisë Labirint Safet Blakaj. Sipas tij, shqetësuese mbetet përdorimi i tyre dhe nga nxënësit për shkak kërkohet që të ketë bashkëpunim më të madh ndërmjet prindërve, shkollave dhe institucioneve tjera që të parandalohen rastet e tilla. Blakaj ka thënë se trendi i përdorimit të drogave në Kosovë në përgjithësi është në rritje. Ka ndryshim në llojin e drogave të cilat po paraqiten në tregun e zi. Sipas Blakajt, mosha më rrezikuar është 15, 16 dhe 17 vjet. Këta janë më së tepërme të rrezikuar për fillimin e përdorimit të drogës. Sipas tij, fillestarët e drogave zakonisht nisin të konsumojnë llojin e drogës marijuan dhe vazhdojnë tutje me droga të tjera. Blakaj shprehet i shqetësuar me programet parandaluese të drogës në Kosovë, sepse sipas tij vendi është vonuar me programe për parandalimin e drogave tek të rinj. Pra, tema e emisionit të sotëm do të jetë përdorimi i substancave psikoaktive apo drogave me një tekst të veçantë për përdorimin e tyre në Kosovë. Për të bashkëbiseduar në këtë temë në emision e kemi ftuar drejtorin ekzekutiv të Qendrës për Këshillim të Varësisë Labirint Safet Blakaj. Dotri Safet, mirëserët në emisionin Stetoskop. Mirëserët. Pra dëgjuat temën që jemi përcaktuar, që është një problem i cili është duke munduar jo vetëm Kosovën, por shumicën e vendeve. A kemi rritje të numrit të përdoruesve të narkotikëve viteve të fundit në Kosovë? Nëse po, cilat janë shkaqet dhe arsyet që ka rritje? Përgjithsisht në Kosovë vitet e fundit ka rritje të përdoruesve të drogave. Natyrisht ndryshojnë llojet e drogave. Edhe këtë rast për përmendje për shembull droga tipit heroin, e cila ka qenë shumë problematike në 2 dekadat e fundit, pra nga fill pas lufta deri te viti 2014-15. Ndërkohë gjërat kanë ndryshuar. Tani dikun që nga viti 2019 ka filluar të rritet numri i përdoruesve të kokainës. Natyrisht që marijuana është droga gjithsesi e përdorur në Kosovë, po jo vetëm në Kosovë. Mos themi popullore, drogë popullore. Po, ka përfshi jo vetëm qytetet, po edhe viset rurale, dhe kjo është një fenomen shumë i përhapur, po jo vetëm në Kosovë, thash, që do të thonë që thanë botës regionit të kështu me radhë. Neve na shqetëson shumë droga tipit kokain, sepse janë 3 vite të fundit që me një shpejtësi të madhe është duke rritur përdorimi i saj. Përgjithsisht, menojmë që në Kosovë janë diçka pak për 14.000 përdorues të drogave. Po kur themi 14.000 përdorues, ne i dajmë 2 kategori, sepse kemi përdorues të drogave dhe përdorues problematik të drogave. Përdorues problematik të drogave janë të gjithë ata të cilët janë të varur nga droga, kanë çrregullim në sjellje, probleme psikosociale, përfshi edhe familjen dhe konflikt me ligjin e kështu me radhë. Për këtij numri për 40.000 në Kosovë janë dikon ka kaluar 10.000, por rreth 11.000 përdorues problematik të drogës, pra që ju duhet ndihmë. Sigurisht se në këtë numër hyjnë edhe përdoruesit që janë të gjinisë femrore. Kemi numër të madh të tyre? Po, ne e dim për shembull në vitet e më përparshme, numri ose përqindja e femrave ka qenë e ulët, 7.2%. Tashmë ka fillu të rritet posaçërisht femra që përdorin marijuanë dhe posaçërisht kokainë. Por kjo na shqetëson edhe më shumë. A dihen arsyet pse njerëzit përdorin
substanca narkotike. Kjo është një temë që është diskutu 50 vjetë e fundit edhe një po lutime pa fund në nivel botror, por për një listë rreth 10 arsyeve kryesore, edhe ato tashmë nuk janë shumë të vlefshme, nuk dihen mirë. Çfarë mund të thonë për Kosovën, ma konkretisht, mund të thonë që janë disa arsye që na i konsiderojmë që janë top 5 e arsyeve, por ne do të thënë, mendojmë se njëra për arsyeve është dëshira për të takuar grupit, për të qenë pjesë e një grupit. Do të thotë që thojnë të rinjt me fjalorin e tyre për të qenë in. Diçka gjajshme, por kur njeri e shen një grup 2, 3, 5 ma tepër bashkëmëshatar, edhe që ata kanë një stil tjetër për tjerëve dhe dëshiron që të identifikohet me ta. Edhe ja afrohet grupit për mu bosi ata. Natyrisht është edhe qasja lehtë të drogat, që të më thonë gjindet letë mundet më plej letë. Edhe treta është edhe diqa çështja e arktimit është një ndër faktorët pse përdoret tash kaq shumë. Do të thotë që drogat të bëjnë të ndihesh mirë apo jo? Përdoret për të rritë ndjenjen e mbrëmshme të arktimit. Ose fillohet ashtu, në tutje gjona shkojnë shumë më keq. Do të thotë kjo vesh në fazën fillestare, sepse pastaj dihen efektet negative që i ka. Sakt, pra atëherë nuk e mendojnë efektet negative të drogave mas një periudhë kohore. Po, ju thotë se qasja e lehtë, një prej shkaqeve që përdoret droga në Kosovë. Jemi dëshmitarë se raportet e policisë, raportet e përditshme të policisë flasin për numër bukur të madh, të cilët zinën duke trafikuar, por dhe duke përdorur drogë. Tash, për fat keq, shpesh ku kemi raste kur po zbulohen edhe laborator të ndryshëm. Ky fenomen është i kohëve të fundit, edhe kjo na shqetëson edhe më shumë, por neve na bën mundim më të sigurt sa për këtë fenomenit të trafikimit drogave që policia ka rrit disa laboratore që kanë qenë aktivitete jashtëzakonshme në policisë dhe çmojnë punën e tyre. Pra në gjithë disa laboratore, le të përmenim përveç atyne që ka të bëjmë me marihuanën, nëse kanabisin, bimen, neve në ka shqetësu që është gjithë për shembull në laboratore që ka qenë duke përpunuar një lloj droge që nuk është desh nëse mënyrë të përhapet këtu në Kosovë, është metamfetamin. Edhe në zonë 2 shtetas të huaj, duke përpunuar atë lloj droge, pra pe gjendjes me këthyne gjendje plur. Edhe kjo metamfetamina është një drogë që shkakton shumë shpejt mbashmërinë, krahasu për shembull me kokainën, ka pak disa efekte që zasojnë me të kokainës, por që shkakton shumë shpejt mbashmërinë, që personat i bën tejet agresiv, edhe tërheqja nga droga vështirësohet. Ka pas edhe këtu në Prishtinë ku në zonë një laborator ku janë përpunuar disa lloj droga. Edhe kjo na ka shqetësuar. Por Kosova po ka dalë në deri vonë tani është sicu si vend tranzit, po ta themi këto që mund pothuajse nuk ekziston shtet në botë që nuk është tranzit. Por tash sigurisht që po shihet që jemi dhe vend ku përpunohet. Përpunohet edhe përdoret. Edhe përdoret ose përpunohet të shkon matutje të tjera vende, nuk është me rëndësi. Ka lëviz droga për arsye se ajo sillet përgjithsisht edhe ka ne. Pra, kjo është shqetësuese dhe këtu duhet punu shumë tepër, jo vetëm organet e sigurisë, institucionet tjera, por edhe ne që merrem me trajtimin e përdoruesve drogave, në mënyrë që me ul kërkesën për droga. Pe çfarë moshe keni parë që fillojnë të përdorin drogë? Ose a ka rënë mosha, ka qenë dikun 14, sa ka qenë herë, 2-3 vite më herët? Sa është tash mosha më e re që keni hasur ju që fillojnë të përdorin? Më bërë më re neve nuk na shqetëson shumë, për arsye se ka pas edhe 9, edhe 11, edhe 13, 12, po janë raste të ralla dhe ajo neve nuk na shqetëson shumë. Janë raste sporadike, por neve na shqetësojnë moshat 14, 15, 16, 17. A do të thotë që pikërisht kjo moshë është më e rrezikuar apo jo? Kjo grup moshë është e rrezikuar,
edhe du të më pas kujdes të kjo grup mosh. Mesatarja e fillimit të përdorimit të drogës në bazë databazës tonë është 16.2 ka qenë para 2 viteve, tash ka ra 16, edhe na menojmë që nuk ka ku marrë më poshtë. Pra të më thonë, du të me pas parasysh që kemi ardhur të moshat e mesatarja fillimit, 16 vjeç, pra aty duhet edhe me targetu grupin edhe me bo programet parandaluese. Kur jemi të programet parandaluese, a ka Kosovë ndonjë strategji për luftimin e narkotikëve? Po, strategjia është në nënshkruar gjatë vitit kaluar, është punu shumë në atë strategji, ku kemi qenë pjesë edhe ne, edhe fokusin në këtë strategjinë e fundit por ka qenë tek parandalimi. Natyrisht që kërkohet që të jetë një program që të përfshirës në nivel kombëtar, që të përgatitet një plan dhe një program për parandalimin, edhe menojmë që është pikërisht të fokusit e moshën që e ceka më herët, pra të 13 ose 13 deri në 18 të jetë në fokus, të zhvillohet në të gjithë regionin e Kosovës dhe të ndryshojnë pak mënyrën e spjegimit të drogave. Ne e dim që të rritë marrë informacione për shumë burimeve, prej bashkëmëshatarëve, shokëve, në rrugë, për të rriturve, ma të rriturve, për internetit, ka informacione shumë të cilat janë shumë të pështjelluara, edhe shpeshherë ata nuk e kuptojnë cilat janë të vërtetat, gjysmë vërtetat dhe të pavërtetat për drogat, edhe detyri i çdo e jonë atje që të arrijmë me informacionet e këtë ritmi o shpjegu informacionet meritore mbi drogat. Pra, as nësë me stërzmagu, as stërzvoglu, po është e pa mjaftueshme më thonë stop drogave, mos përdorni droga, po duhet një shpjegu të vërtetën mbi drogat, që ata të kuptojnë mas mirë. Natyrisht, njëna pej elementeve duhet jetë edhe pasojat e përdorimit droga, se ato afat shkurtër dhe ato afat gjatër. Ishte shfillojmë që tani, mënyrë që me pa një efekt sigur mas 3 ose 5 vjetë. Pro jemi pak vonë. Ku qëndrojnë shfaqet, pse ka për iniciativa? Menoj që duhet edhe institucionet që të merren vesh çfarë programi, të hapen diskutime, përpilohet programet, ato kapacitete përpilimit programeve që ka mrena Kosovës ekspertiza që mujnë me po këtë gjo, edhe zbatimi i ati programi për çdo vjet tek grup moshat e reja. Sa mund të ndikoj familja në këtë drejtim, do të thotë që të mos i lejoj fëmijët e tyre që të hyjnë në rrugë të tilla? Familjen e ka problem më ndiku, sepse gjona ndodhen jashtë familjes. Pra, fillojnë përdoren jashtë familjes, e besa edhe jashtë shkollës, pra dikon mes familjes dhe shkollës problemi fillon mas shumëti. Pra, nuk po du më thonë që natyrisht që ata të ri vazhdojnë shkollës, janë në shkollë, po s'do më thonë që përdorin në shkollë. Por në këtë relacionin mes shkollës dhe familjes ndodhen gjona. Shpeshherë familjarët nuk e din, pavarësisht që kanë një pranësi fëmijëve tyne, familjet, që jenë shumë atë kujdesshëm, këto kemi vërejtat gjatë punës, por nuk është e mjaftueshme dhe nuk e kuptojnë familja që ka fillu dikush për anëtarët familjes përdor drogë për një periudhë caktuar, mund të jetë 6 muaj, 1 vjet, kur e kuptojnë atë reagimet i kanë pak ma shumë refleksive, pra nuk reagojnë si që duhet, për arsye se aty ka të bëjë edhe me emocione, cili do prind kur e kuptojnë atë gjë, pra ka shqetësim të madh dhe emocion, edhe shpesh nuk din çfarë veprojnë. Para gjë familjarë duhet 2-3 gjëra të thjeshta që duhet mi bojën. Pra, të përcjellin mungesat në shkollë, që në tepër me rëndësinë se ka vazhdimsi mungesat komplet pa arsyeshme, edhe prindi se ka ditë. Ramja me nehershme e
e suksesit në shkollë, edhe sjellja e triut ose fëmijës në shtëpi, për arsye se fillon që të izolohet, komunikimin e ka më shumë jo verbal, por në bisedë, por vepron me reflekse çfarë është gjujtja me dorë, nuk do të komunikojë se ka komunikimin shumë shkurt, mshelet në pomë, edhe disa dalë të çuditshme. Nëse e kuptojnë që to atëherë, supozohet që mund të jetë problemi i drogës, por edhe nëse nuk është problemi i drogës, atëherë fëmia ka një problem, ai mund të jetë problem emocional në kohën e pubertetit, të adolescencës, edhe natyrisht duhet edhe aty më intervenu. Por nëse bojnë gjona tilla si me përcjell, sheftas fëmijë, gjona të tilla, me sulmu grupin e shokëve tina, atëherë ato nuk kanë kuptim, ato veç përvesojnë situatë. Natyrisht orientimi tek profesionistat është edhe më mirë që mund bëhet. A mundet më identifiku po mundet edhe ekzistojnë edhe testet për përcaktimin e drogës në organizëm, edhe kjo është metoda biologjike, ne kemi metodat tjera psikologjike, por në fund e vërtetojmë me metodën biologjike. Testet mund bëhen edhe në qendrën Labirint, edhe në QPUK. Po, kështu që mundësit janë për me identifiku sakt, edhe çfarë lloj droge, edhe kështu me radhë. Këto janë ato veprimet e shpejta që duhet me ndërmarrë. Sa fet dihet se qendra Labirint ka shumë vite që merret me trajtimin e këtyre personave. Mund të na thoni sa ka arritur numri i personave që trajtohen në qendrën Labirint? Pra për këtij grupit që përmenem përdorues problematik, mendoj që për disa raste së shpejti bëhen 3000. Por ne regjistrojmë këto persona të cilët kërkojnë trajtim shëndetësor që është me ligje obligative që të regjistrojnë pra me letër njoftim sakt me udit për kënë bëhat fjarë, për arsye se që ashtu lypin po të duhet të raportohet, sigurisht i sigurisht raportet këto janë obligative sepse ne jemi edhe institucion shëndetësor, edhe natyrisht obligohemi ato me bo. Të tjerët nuk janë obligativ, për çfarë kur vinë për konsulta thjeshta, konsultë familjare, kur konsultative, diçka ose intervenim psikologjik thjesht, ato nuk i regjistrojmë. Ose kërkojmë lejen për tyre që të regjistrojmë. Trajtimi bëhet në baza ditore apo keni ndonjë vend ku mund të qëndrojnë? Jo, nuk na kemi shërbimin ambulantor, pra nuk është gjithë ditore ose qërim. Hospitalor nuk është qërim në ditën edhe natën ose 24 orë, kemi vetëm shërbimet ditore. Në mesin e tyre sigurisht ka dhe femra, po jo? Po ka femra, ne përnashqetësojmë kjo që kohëve të fundit ose 3-4 vite të fundit përdorimi marijuanës ose posaçërisht që na shqetëson shumë përdorimi i kokainës tek femrat. Na e thamë 7.2 ka qenë përpara konfliktet për drogat, një bona tani ka prej dikun 18% konfliktet për kokainë. Po. Sigurisht kjo është edhe më shqetësuese, nga se dihet ka në mesin e tyre edhe nëna që kanë edhe fëmijë. Ka dhe këso raste që edhe tjerave kategorie kështu me radhë, kjo është shqetësues. A vinë me kohë të fillojnë trajtimin personat që kanë probleme të tilla? Apo vonohen deri në përkeqësimin e tyre? Zakonisht vonohen, edhe pse mendoj se disa prej tyre e kuptojnë shumë mirë që janë në problem, edhe e shohin problemin, e verejnë, edhe dojnë bëbo intervenim. Kjo neve na vjen mirë, për arsye se e dim që ata persona që lajmërohen me kohë ose s'paku vinë me vullnet plot tyne, atëre dim që suksesi është shumë i madh, që atë kalon probleme. Sa gjatë rafërsisht trajtimi një personi që është? Atë këtu nuk është një intervenim intensiv, përveç 2 jave të para. Ajo tani mund të kaloj një herë në javë, ku përfshihet edhe psikoterapia që ndikon shumë për smiri, edhe varet se personit ai duhet trajtim mjekësor, pra ai kanë shpërthyer simptome të ndryshme, çëndetit mendor ose diçka të tillë, atëherë duhet me intervenu më pari të simptomet e çrregullimit e më vonë ose ndërkohë edhe të braktisjes së drogës. Pra këtu ka
probleme tjera që ndërlidhen dhe me çrregullimet e ndryshme mendore. Sigurisht se një numër bukur i madh i këtyre personave që janë përdorues të narkotikëve shpesh preken nga sëmundje të ndryshme, qoftë nga ajo HIV/AIDS apo sëmundje tjera. Po, kjo kategori e përdoruesve të drogave konsiderohet si e rrezikuar për infeksionet e ndryshme siç përmendet pra HIV/AIDS, hepatite C, kështu me radhë, po këto janë kryesorët. Kjo është vlen ose posaçërisht është me rrezik të lartë tek përdoruesit intravenöz ose ata që përdorin me sheringë drogat. Ne kemi tashmë që nga viti 2009 kemi program për parandalimin e spoku këtyre infeksioneve, ku me disa aktivitete për specifike i përdorim që të shmongën rrezikut nga këto infeksione. Ne nuk kemi pas deri krejt vonë, vitin e kaluar, nuk kemi pas asnjë infeksion me HIV, por kemi pas domethënë dikun rreth 34% të infektuar me hepatitin C. Edhe kemi ndërmarrë bashkë me klinikën infektive edhe Ministrinë e Shëndetësisë. Disa prej tyre janë futur në terapi, që ka qenë një terapi me sukses madh dhe jemi shumë të lumtur që disa prej tyre kanë kaluar problemin e infeksionit me hepatit C me një terapi që është shumë e kohëve të fundit moderne, shumë e shtrajt, por efektin e ka jep. Sa vetë gjaka i kemi hyrë minutat e fundit të emisionit, dhe zakonisht për fund flasim për preventiven. Ju pa ka shumë folët në fillim për preventiven, por s'është e tepërt që prapë ti përkujtojmë dëgjuesit. Por para se të flasim për preventiven, cilat janë komplikacionet tjera që mund të sjellë përdorimi i narkotikëve? Shëndetësore ose fizike, po janë ato që i përmendën pra infeksionet, por është tjetër dëmtimi i venave deri në amputime që ka pas raste të tilla, edhe çrregullimet tjera që e zvogëlojnë shumë imunitetin e personit, e ne kemi pas disa vdekje të fundit, kemi përcjell për domethënë të cilën moshë ata po mujnë me jetu. Disa prej tyre ne kemi të para 2 viteve që kanë vdekur në një viti, e mosha më e madhe ka qenë 61 që e ka mërime ka lumë 60 vjeçar, por ka vdek jo nga pitoza ose ka diçka direkt për drogë, por ka vdek për shkak që organizmi pasojë. Po, si pasojë ka kolapsu. E kemi 59 vjeçar, e kemi 48 vjeçar që ka vdek për që organizmi ka kolapsu thjesht, nuk ka mujtë matuti për shkak se janë damtu organet vitale si pasojë e përdorimit drogës. Preventiva, cila do të ishte këshilla juaj? Më pëlqen shumë edhe dëshiroj që sa më shumë të flitet për preventiven, sepse na peshojnë që tashti është e domosdoshme intervenimi në preventiv. Ka disa lloje, ne nuk e përkrojmë këtë preventiven generale që domethënë gjithë popullsinë e njoftu për diçka, që mëdhejt e dinë ose e kuptojnë, por duhet jemi në një parandalim selektiv. Pra të fokusojmë cili është grupi që duhet me targetu. E them, duhet jetë mosha e caktuar me çfarë përmendëm, edhe të intervenohet edhe në shkolla, edhe jashtë shkollave. Pra nuk është problemi vetëm i shkollave, atë shpesh po drejtohet gishti të shkollat nuk po përdoret droga në shkolla. Ka përdorues drogave në shkolla, ne e dim shumë mirë, por kjo nuk do të thonë që shkolla ka problem. Neve na shqetëson shumë sepse se cila shkollë për mës me u etiketu për shefin rasti, kena dhajmë edhe ma shumë. Ose din që është dikush përderu se të rasin polici. Qa ka mi po polici ati fëmija? Nuk ka që ka mi po kur do atere. Ka programe tila, edhe na jem diçka të përgat, kem pas diçka, një trajnim, me me që ka pas sukses, edhe të vazhdojmë për psikolog të shkollave, edhe për punëtorë social, për ta shte fokusohemi të shkollat në ashta, nuk do më thonë psikolog të shkollave, po edhe menazhmenti, me trajnime të mira, që mundet mu po, ata mund me identifiku, na e quajmë prevenimi i hershëm, që është shumë në rëndësi. Atëherë,
nuk do të me bëha gjatë madhe, do të me intervenu edhe me synu individin zonësin edhe ka dale me marrë me ta. Në ato faza, mundet edhe stafi i shkollës, e i trajnum, e posaçërisht psikolog, edhe mund të marrë disa gjonat vogla, që mundën ata vetë me kry, pa intervenimin tonë. Por në rast se komplikohet diçka, atëherë me bëha sistemin e referimit, edhe me shku me qendrat e caktume ose institucionet që merren me trajtim, edhe mundet mu kalu problem. Për ata po thom, këtu ka sikletën mes shkollave, që drejtohet gishtit të tërë shkollat, të gjitha shkollat, të shtiva të private, kanë probleme. Por, neve na shqetëson pëse ata nuk ka nevojë me mshef kur gjatë, nuk ka nevojë më bënë në i gjatë madhe, me kuptu si mujnë me bëjnë identifikimin në herqëm. Ato mujnë me bëha trajnim, kemi kapacitete me bëha punë, dhe të mundohemi me vazhdu me bëha trajnimin e iqkomire edhe stafit menaxhues ose disa pej arsimtarëve, profesorave, një grupi edhe psikologëve. E dim që kështu funksionojnë gjonat edhe në disa vende tjera, që me parandalu në fazat shumë të hershme. Safet për qendrën, nga se ju mbetën bërë dëgjuese, kanë qef të dinë se ku gjendet qendra dhe qysh mund të kërkojnë ndihmë në qendrën tuaj. Cilat janë procedurat? Procedurat janë të jetë thjeshtësura. Ne që të gjithë papreashtë mi pranojmë. Pra nuk kemi këtu, edhe kurda që paraqitet dikush, edhe nëse nuk ka caktuar në termin, kurda që paraqitet, ne fillojmë procesin me to. Krishti edhe prindërit si konsultim ose kur kam dilemë për fëmijën e tyre, posaçërisht i kushtojnë vëmendje të madhe. Vjen prindi do më konsultu për fëmijën, na ja përkushtojnë të kohën, të nevojshme që prindi me kuptu diçka edhe kështu gradualisht futet proces nashta fëmija e tyre. Pra, kjo është një dyta. Këta që në shumë atëri, natyrisht se na kemi problem, nashta edhe pak si lloj pengese edhe ligjore që drejt përsëretit të miturit ose të mit t'i fusin në programe tjera, pa prindër ose mbikëqyrëse. Po, e kështu me radhë. Herën e parë, ma tu që na mujmë edhe kjo është, për të tjerë që janë përmi mosh 18 atërë, të mund të paraqiten pa hezitim në qendrën tonë, edhe na shumë garantojmë jo tani që veç ekzistojnë edhe ligjet për mbrojtjen e privatësisë të pacientit, këtë rast kur të flitet për fenomenin e drogave janë shumë atë larta, për arsye se na e kuptojmë këtë punë shumë mirë, edhe kemi garantuar gjithmonë. Këtu janë ato që mujnë, po atë një vlerësim, çka ka nevojë personi, a ka nevojë intervenimi me medikamente për shkak të rregullimi, a ka nevojë nëse s'ka atëherë në cilën proces do të vazhdojmë, nashta në shtete vetëm psikosociale që është një nivel më poshtë, a ka nevojë për psikoterapi, a ka nevojë për grup terapi, edhe follow-up ose përcjellje atina kështu me radhë, natyrisht këtu hyjnë edhe testimet e kopasëshme për medicë që apo ndodhë me klientin tonë. Po, përveç Prishtinës, qendra juaj, a funksionon në qendra tjera komunale? Po, komunale? në Prizren edhe në Gjilan. Edhe pse tash kapacitetet tona janë një 3 vite e ma shumë financiare janë të zhvilluar më dukshëm. Zotin Safet, nëse nuk keni gjë për të shtuar, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop dhe ju dëshiroj sukses në punën tuaj. Faleminderit juve për kontributin në çështjen në cilën merremi ne. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin sot, më faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe më tutje në valët e programit tonë.